Unë mendoj që është retorike Trumpit, ashtu si në rastin e Ukrainës. Është retorike. Nuk ka asnjë lloj plani as për Ukrainën as për Iranin, thjesht e ka retorik për ta përdorur. Nuk është një person i besueshëm i cili mund të ulet në bisedime me Iranin për arsye të thjeshtë se kur erdhi e prishi marrëveshjen. Dhe iranianët po thonë që një marrëveshje e kishim. Pra, rinjif marrëveshjen që ke prishur dhe jemi në rregull, pra s'kem çfarë diskutojmë më. Dhe kush i garanton iranianët që sot arrin një marrëveshje me Trumpin dhe nesër po ky zotëria siç prishit parën në 2016 mund ta prishë edhe dytën pas një viti, prishet mendja ndërhyn prapë Netanyahu. Ose vjen një president tjetër? Jo. Ajo po flasim për këtë. Ndërhyn sërish Netanyahu, i cili është pushtet dhe ja mbush mendjen që ta prishi marrëveshjen dhe e prish marrëveshjen. Pra, nuk ofron asnjë lloj garancie Trumpi në këtë rast me Iranin për këtë çështje. Kjo është kundërshtimi iranian, po si shkon të shkallëzohet situata? Nga ana ushtarake nuk ka kapacitete aktualisht në rajon Shtetet Bashkuara të Amerikës për të sulmuar Iranin, ashtu siç pretendon Shtetet Bashkuara të Amerikës që ta azgjësojë Iranin. Nuk thash për të sulmuar Iranin, thash që t'i japi viston Izraelit për të sulmuar Iranin. Edhe po i dha viston Izraelit, nuk i ka ato kapacitete ushtarake që t'i organizojë mbrojtjen e Izraelit, për arsye se tashmë që është hequr edhe barriera ushtarake që ishte kundër hudhëve, janë larguar të gjitha luftanijet ushtarake, qoftë të NATO-s, qoftë Shtetet Bashkuara të Amerikës kryesor, pra shumica e tyre, që t'i mbledhë ato sërish i duhet 6 muaj atje, që t'i risjellin kapacitetin e tyre luftarak për të bërë atë mbrojtje. Nuk e ka mengut Trumpi me sa duket. Po edhe këta nuk e kanë mengut. Me datë 17, për shembull, të këtij muaji iranianët kanë një stërvitje të përbashkët detare me Kinën, me Rusinë, me Pakistanin, me Indinë, në kompletat pjesën e Oqeanit Indian atje, për treguar kapacitetet e tyre ushtarake mbrojtëse. Pra edhe ata nuk është se janë pa aleat, do të kuptojmë. Dhe Izraeli nuk ka ato kapacitete ushtarake që ta azgjësojë Iranin. Nuk i ka, pavarësisht diskutohet azgjësimi i Iranit këtu diskutohet goditja instalime bërthamore. As ato jo, tashmë kanë ndryshuar niveli i mbrojtjes kundërajrore të Iranit ka ndryshuar që nga sulmi i fundit. Kanë marrë sisteme raketore S-300, S-400, kanë marrë edhe S-400 nga Rusia. Pra ka ndryshuar sistemi, nuk është më ai që është. Ka përmirësim të sistemit të mbrojtjes kundërajrore të tyre.